se erdhët në një tjetër episod podcasti universitar. Sot kemi në studio të ftuar zotin Ermal Xhelilaj, pedagog në Departamentin e Shkencave Detare. Me një përvojë të gjatë akademike, zoti Xhelilaj ka kontribuar dhe ndihmuar në ndërtimin e programeve studimore dhe ka udhëhequr breza studentësh drejt njohjes në profesionin e tyre. Sot do të flasim për sfidat që has ky departament, për programet, për rolin e studentit, për përmirësimin dhe inkurajim të kërkimit shkencor, por dhe për mundësitë që ofron ky departament për të rinj që duan të ndjekin studimet këtu. Mirë se erdhe, profesor. Ju falenderoj për ftesën, është kënaqësi të ndodhem. Duhet ta nis me misionin e Departamentit të Shkencave Detare. Cili është misioni i këtij departamenti? Patjetër, duke marrë konsiderat që fatmirësisht Shqipëria pozicionohet në një pozitë gjeografike favorshme në breg detare, pra është shtrirë përgjatë bregdetit detit Jon dhe Adriatik. Dhe duke marrë konsiderat faktin që industria detare është një element tepër i rëndësishëm pjesë e një vendi, qoftë strategjik, qoftë ekonomik, financiar. Misioni dhe objektivi kryesor i Departamentit të Shkencave Detare është që të diplomoj student ose më saktë ekspert të ardhshëm në fushën e detarisë, të cilët pra plotësojnë kushtet, kriteret dhe energjizojnë të gjithë industrinë detare, duke përfshirë portet, anije tregtare apo dhe sektorin e peshkimit, të mbrojtjes ekosistemit detar mjedisit, dhe deri te turizmi detar, sistemi integruar bregdetare në radhë. Pra, si mision bazë, Departamenti i Shkencave Detare ka rritjen e nivelit të aftësisë profesionale dhe të qofse mund t'i referojmë industrisë detare për rritje dhe nivelit të saj dhe optimizimin e saj, duke patur në gjyrën e saj ekspertë të ardhshëm, të cilët do të kontribuojnë jo vetëm për industrinë, por edhe për misionin e vendit dhe rajonin e përgjithësisht. Cilat janë programet që ofron ky departament, profesor? Aktualisht, Departamenti i Shkencave Detare ofron një numër programesh. Programi më i konsoliduar dhe njëkohësisht tradicionali dhe më i vjetër që ne kemi, që prej fillimit të këtij universiteti, pra hapjes së dyerve të Universitetit Ismail Qemali Vlorë, është bachelor në navigacion, i cili referohet pra një profesioni të vështirë, kompleks, por njëkohësisht mjaft të mirë dhe fitimtues në aspekti ekonomik i ekspertëve të ardhshëm, sepse janë pikërisht këta njerëz të cilët do të marrin përsipër mjete detare multimilion dollarëshe për t'i operuar, naviguar, drejtuar edhe kryer atë le të themi funksionin e tyre bazë të tregtisë detare. Por pavarësisht kësaj, ne kemi edhe dy master në dy programe të ciklit të dytë. I pari është master profesional studime të avancuara detare, është një program studimi komplementar i diplomës bachelor në navigacion, sepse i formon studentët, u jep baza të forta shkencore për sa i përket 6 fushave kryesore të industrisë detare, që përfshin portet, legjislacionin ndërkombëtar detar, administrata, politikat detare, gjithashtu mjedisin, mbrojtjen e ekosistemit, sistemet mekanike dhe inxhinierike dhe detarisë, por edhe fusha të tjera të ngjashme që janë bazë në industrinë detare. Dhe patjetër kemi edhe dy programe të reja, dhe kjo është një gjë tepër pozitive jo vetëm për Departamentin e Shkencave Detare, por edhe për universitetin. Mos harrojmë që Akademia e Detarisë, pasuese e cila është Departamenti i Shkencave Detare, ka qenë një element tepër i rëndësishëm dhe karakteristik për rajonin e Vlorës, sepse që prej vitit 51 ka diplomuar ekspert të cilët punojnë në anije e industrinë detare, pra këto dy programe të reja konsolidojnë më tepër këtë departament, po konsolidojnë dhe universitetin, sepse sikurse thash, të paktën një pjesë e veprimtarisë të universitetit fokusohet në fushat e detarisë. Ky program konsiston në një master shkencor ndërkombëtar, i cili titullohet Mbrojtja dhe menaxhimi i ekosistemit detar, ose Management and Protection of Maritime Environment, ndryshe. Thash anglisht sepse është një program totalisht i ofruar në gjuhën angleze, është në kooperim me Universitetin e Malit të Zi, me universitetet të ndryshme të tjera të botës, siç janë universitetet në Spanjë apo dhe në Francë,
të gjithë pedagogët janë, pra stafi që jep mësim është juaj kryesisht, por edhe pjesë e stafit të Universitetit Ismail Qemali Vlorë janë mësim në anglisht. Diploma është shumë e mirë sepse duke u krijuar, duke u formësuar nga një projekt ndërkombëtar i iniciuar dhe i menaxhuar nga BE-ja, pra në institucionet e BE-s, është automatikisht i njohur edhe në shtete të ndryshme bregdetare brenda gjithë të BE-s. Pra është një program tepër ambicioz, shumë i mirë, sepse prek dhe një fushë që është të paktën në agendën e BE-s, po dhe në agendën e OKB-s, Sustainable Development, pra zhvillimi i qëndrueshëm është një element kyç. Zhvillimi i qëndrueshëm konsiston dhe në mbrojtjen e ekosistemit detar, dhe sigurisht Shqipëria ka nevojë më shumë se kur, dhe me plot gojë mund të them që ka nevojë më shumë se shtetet fqinjere të BE-s, sepse jemi ende në konsolidim sipër në këtë fushë tepër të rëndësishme, që të diplomojë student që të kenë aftësitë dhe kapacitetet për të menaxhuar, mbrojtur apo administruar sistemin integruar bregdetar dhe ekosistemin detar bregdetar ishullor në një zonë sensitive siç është Gjiri Vlorë dhe Ntej. Dhe në fund, në fakt është edhe një diplom rishtas shumë filloi këtë shtator, paktën këto janë planet sipas programit të licencuar në Ministria deri në këtë moment që flasim, është një program 2 vjeçar, program profesional, gjithashtu është një program shumë i mirë i cili trajton çështjet operacionale në bregdet dhe në det. Pra, është një program i cili u jep mundësi dhe studentëve, më falin nxënësve të cilët nuk arrin dot që të regjistrohen në programin bachelor, pra të përfshihen në këtë program 2 vjeçar dhe të marrin një ekspertizë saktuar për të punësuar në fushën e sektorit turizmit detar, peshkimit, portuar, agjencive detare me radhë. Pra, është tashmë kemi një sistem programesh konsoliduara të gjitha niveleve përjashtuar doktoratën, të cilë me anë të cilës studentët mund t'ju ofrojmë një shumëllojshmëri edukimi dhe arsimimi, trajnimi dhe certifikimi në të mirën e tyre dhe në të mirën e rajonit, patjetër. Shumë qartë, profesor, por a ka departamenti, shumë mirë, këto programe shumë interesante, por a ka departamenti bashkëpunimi me institucione apo dhe me kompani detare, sepse ju e dini fort mirë që ne ofrojmë këto programe, po tregu i punës? Patjetër. Faktikisht departamenti i shkencave detare ka pasur të paktën në nivele bazike, komunikim, bashkëpunim me disa institucione, dhe kohët e fundit, veçanërisht vitin e fundit, janë marrë një numër iniciativash të rëndësishme. Një bashkëpunim shumë i mirë është bërë në administratën detare të Republikës Shqipërisë, me Ministrinë e Transporteve, me Portin e Vlorës, Portin e Dusit, me sigurinë portuale, por edhe me operatorë të tjerë privat, siç janë pronar ose shqipon, pronar anjesh, kompani anjesh, të cilat operojnë jo vetëm në ujërat territoriale dhe kombëtare të Republikës Shqipërisë, por edhe në hapësirat oqeanike përtej Europës apo detin Baltik, në detin e Veriut dhe përtej kësaj. Pra, një bashkëpunim i vrrullshëm ka nisur kohët e fundit, dhe kjo është gjë pozitive sepse konsolidon pozitat jo vetëm departamentit dhe studentëve, por edhe të universitetit. Por ajo çfarë do të eksplikatja është një punë mjaft e mirë që është bërë nga drejtuesi aktual i Departamentit të Shkencave Detare, zoti Kristofor Lapa, i cili ka koordinuar mjaft një veprime me universitete ndryshme, por edhe me institucione BE-s, duke sjellë në Departamentin e Shkencave Detare një numër projektesh ndërkombëtare që kanë qenë decisive në konsolidimin dhe progresin e diplomave të stafit, por edhe të studentëve patjetër, sepse janë pikërisht ato projekte të cilat kanë sjellë pajisje laboratorike, kanë sjellë aparatura të ndryshme, simulator, kanë arritur që pedagog të caktuar, qoftë në Departamentin e Shkencave Detare dhe Departamentin e Inxhinierisë Navale, janë duke zhvilluar doktoraturat aktualisht në vendet e BE-s, në sajtë të këtij projekti dhe në fondet e këtij projekti, por jo vetëm kaq. Aktualisht janë reformuar programet, konform edhe direktivat të BE-s dhe për më tepër nuk e marrë konsiderat fakti që diplomat e detaris ka një unicitet specifik, sepse
Vërtet ligji arsimitilar në zotron, por ne duhet i referohemi edhe globalizimit të industrisë vetare dhe në sakt organizatës ndërkombëtare të detit ose quhet ndryshe International Maritime Organization, sepse është ajo quhet qeveria ndërkombëtare e detit dhe pikërisht ajo ka miratuar një numër konventash tepër të rëndësishme ndërkombëtare në të cilat Shqipëria është pjesë dhe ne duhet i referohemi duke gërshetuar ose koordinuar bashkë me legjislacionin arsimit të lartë për të krijuar programet e detarisë. Pra, të gjitha këto kanë sjellë një bashkëpunim tepër pozitiv. Aktualisht është një program shumë i mirë tjetër, projekt ndërkombëtar në Departamentin e Shkencave Detare, i cili titullohet 0C, është për mbrojtjen e mjedisit detar dhe bregdetar në Ardekor për shkak të ndotjes nga le të themi nga pajisjet motorike ose nga anijet ose nga instalimet ndryshme portuare, pra emetimi i gazrave që dëmton shumë majerinë dhe që krijon pastaj problematika, pra ky është një projekt i cili tenton që të edukojë brezat e rinj, që të operojnë aparatura, të kontribuojnë që të ketë një nivel dekarbonizimi optimal për shëndetin e njerëzve, për shëndetin e të gjithëve, patjetër. Profesor, për kureshtje, time, por edhe të gjithë atyre që na ndjekin audiencës, kur është krijuar Departamenti i Shkencave Detare dhe ndërkohë të kthehen pak te të rinjt, sa e kërkuar është kjo tek? Nga vit në vit. Atëherë, është një gjë shumë e mirë sepse Departamenti i Shkencave Detare, atëherë Departamenti i Navigacionit, është krijuar paralelisht me formimin e Universitetit Ismail Qemali Vllorë, në sabën e të gjashme. Në 94 është krijuar universiteti, ndoshta një vit pas ose dy vite. Po, paralel ose ndoshta edhe me një vit, 2 vite në vijim, por ajo çfarë mund të them është që është një departament konstituent, pra një nga departamentet e para dhe më të rëndësishme që universiteti pra ka pasur si gur themeli për tu themeluar që në mes të viteve 90. Gjatë këtyre viteve, mos gaboj edhe 30 vite apo 30 vite prafësisht përvoj, jam diplomuar, nuk e të projt të them, ndoshta me qindra po për te kësaj shifre, studentë të cilët tashmë janë pjesë e gjithë sistemit industrisë vetare në vend dhe jashtë saj. Në vitet 2010 kemi pasur një nivel të mirë të studentë që kanë qenë pjesë studimeve të departamentit tonë, por patjetër kohët e fundit ka pasur një tkurje, sikurse ky fenomen vjen në gjithë Shqipërinë, në gjithë universitetet. Ka pasur një tkurje, por kjo nuk vjen për shkak, patjetër nuk vjen për shkak të atraktivitetit, eficiencës, por edhe të ardhmës që ofrojnë diplomat e detarisë. Një pjesë e saj patjetër vjen me probleme sociale apo probleme të tjera të migracionit. Por nga ana tjetër, programet që ofron Departamenti i Shkencave Detare janë tepër të rëndësishme, sepse i përkasin një fushë që është jo shumë e njohur në anën teknike u flas. Është një fushë e cila nëse do të ketë një përparësi dhe investim të duhur, mund të gjenerojë jo vetëm progres infrastrukturor, ekonomik dhe financiar për rajonin, por patjetër që do ofrojë mirëqenie të njerëzve që punojnë dhe që diplomojnë në bankat e shkollës, që punojnë në industrinë vetare, por edhe në të mirën e gjithë rajonit dhe banorëve që banojnë, që janë pjesë e këtij rajoni tepër të rëndësishëm detar o bregdetar. Departamenti i Shkencave Detare ka ndërmarrë një numër iniciativash që të sensibilizojë dhe të njohë nxënësit që dalin nga banka e shkollës të mesme, duke krijuar takime të ndryshme, promovime, reklamime, takime dhe me staf të shkollave të ndryshme në Vlorë dhe në TI për të stafin pedagogjik për të sensibilizuar që ata të ofrojnë atë promovimin e duhur. Përveç kësaj kemi ofruar edhe takime sensibilizuese këtu në fakultet, në laboratorët tanë, kemi ftuar mediat e pasere lokale, në mos gaboj edhe një për të informuar. Edhe një media
kombëtare ka qenë pjesë e këtij informimi dhe pjesë e kësaj reklamimi që ne kemi bërë si departament. Pra kemi ndërmarrë, pra sikur se thash, disa iniciativa të rëndësishme që besoj do të mund të çojnë në rritjen e sensibilizimit automatikisht në rritjen e numrit të studentëve pra departamentit tonë. Por ajo çfarë duhet kemi parasysh në mënyrë paralele është që kjo është një deg specifike teknike, e cila nuk kërkon masivitet. Pra, duke marrë konsiderat që industria e detit në Shqipëri është në nivele, nuk mund të them bazike, por është në nivele që dal po rritet. Ka nevojë për një numër të caktuar. Pra nuk mund të pretendojmë që të kemi një numër 100-150 studentësh qoftë. Por besoj që dhe Ministria e Arsimit ka qenë të arsyeshme në strategjinë e arsimit të lartë dhe ka dhënë prioritet devis së navigacionit që mendoj 30, ndoshta diku prej në atë shifër do të ishte në vit, do të ishte një shifër normale dhe optimale për studentët që duhet të diplomohen çdo vit për të plotësuar nevojat e tregut, punësimin në industrinë detare, por edhe elementet të tjerë që kanë lidhje me këtë çështje. A ka sfida të tjera ky departament dhe politikat që ndjek përballë studentëve që kemi shumë të rëndësishme këtë profesor, por ndërkohë doja të përfshija pak edhe pjesën e infrastrukturës, laboratorët. A ka nevojë për përmirësim? Që t'jemi realist, sfidat ekzistojnë në çdo fushë të jetës, në çdo strukturë, në çdo institucion, edhe në shtetet e konsoliduara demokratikisht, edhe në shtetet fuqishme, sfidat janë. Fatmirësisht ne kemi pasur mundësi, unë kolegët e mi të shkojmë në shumë të botës, të vizitojmë apo do të kryejmë kurse specializimi apo dhe studime dhe i kemi parë konkretisht kapacitetet infrastrukturale apo dhe didaktike mësimore që këto posedojnë. Kur edhe ato vetë kanë sfida, duhet të kuptojmë të jemi të mirë kuptueshëm që edhe ne kemi sfida patjetër. Pavarësisht se ne kemi instaluar disa laboratore navigacionale apo laboratore të tjera që ndërlidhen në fushën e studimit të detarisë, ato patjetër që kanë nevojë të konsolidohen, të updatehen, pra të azhurojnë, por ndoshta edhe laborator të rinj do të ishte nevojshme që të ngrihen. Nuk mund të themi që s'kemi, dhe këtë e them me plot gojë që kemi. Dhe kjo falë projekteve ndërkombëtare, të cilat kanë ofruar kapacitete financiare të mira që ne kemi ngritur, të mos harrojmë diçka, një simulator normal për studentët navigacionale, urkomandimi, kushton me qindra mijëra euro. Pra është një shumë e madhe që një shtet në një universitet mund t'i mbajë zakonisht në nivelet e universitetit. Është një laborator specifik. Është specifik, është shumë i mirë sepse në momentin që studentët mësojnë një profesion teknik navigacional, janë të detyruar të përballen me një numër aparaturash navigacionale, satelitore dhe digjitale. Ne ndryshe i quajmë përveç sistemit navigacional, ekziston edhe një sistem tjetër satelitor që quhet GMDSS, Global Maritime Safety System. Këto janë aparatura shumë të shtrenjta, të ndërlidhura me satelit, të ndërlidhura me stacione brevetare, kompjuterik, radar, gjip. Pra janë një numër aparaturash që janë tepër të shtrenjta për të operuar dhe vetë armia shumë e shtrenjtë për të operuar. Prandaj dhe profesioni i detarisë është shumë i rëndësishëm sepse studentët që dalin prej bankave tona duhet normalisht të jenë në drejtimin të një anije që mesatarisht mund të kushtoj miliona dollar. Duke filluar nga një tanker që janë anije që transportojnë naftën, gazin e lëngshëm apo anije të specializuara që kanë lëng kimike apo dhe kontenjer që ne i themi 20 foot container, pra një anije ditë sot me Elinis Marks që janë linja të mëdha, kompani të mëdha nuk marrin me mijëra kontenjer. Pra është një vlef prej 20, 30, 50 milion dollar vetëm një rrugtim vajtje ardhje në një shtet në shtetin tjetër. Pra këta njerëz marrin përsipër, ata të diplomuar marrin përsipër multimilion dollar pajisje edhe ngarkesë të cilat duhet të jenë të siguruara sepse ka impakt financiar, ka impakte të tjera dhe sociale. Kështu që pikërisht këto laboratore pra janë normalisht shumë të rëndësishëm, janë shumë të shtrenjtë, ne i kemi, por duhen mirë mbajtur, duhen rinovuar, updateuar dhe duhen marrë të rinj.
Jemi duke marrë aktualisht edhe aparatura të tjera për sa i përket edhe ndotjes detare, me anë të projektit të koordinatorit aktual Zoti Plapa, sikur se ju thash, që janë duke instaluar aktualisht. Pra është bën një kontribut i madh, po pritet më shumë dhe duhet bërë më shumë. Kjo është një nga sfidat. Dhe patjetër sfidë tjetër është stafi akademik, sepse sipas ligjit të arsimit të lartë, po dhe vetë temi prakticitetit didaktik të qenurit pedagog mësimdhënës duhet të jenë të kompletuar në aspekti i gradave dhe tipeve shkencore. Është një sfidë që po mundohet të tejkalohet. Ne jemi 2 profesorë të asociuar dhe një doktor aktualisht, dhe pjesa tjetër e stafit janë në nivel ndihmës lektor. Dhe duhet konsoliduar, pra duhet krijuar një hap më shumë, duhet përpjekur më shumë që ne të arrijmë në nivele të mira për sa i përket kualifikimit të stafit akademik, sepse kërkohet doktoraturë, kërkohen titull profesor e me radhë. Pra këto janë disa nga sfidat që ne po përpiqemi të... A është sfidë profesor përfshirja e studentëve në projekte, qoftë në Erasmus, në kërkim shkencor, sepse studentët është arma ose shtylla kryesore e fakulteteve, e universitetit. Nëse është sfidë për studentët që të përfshihen. A konsiderohet sfidë kjo? Patjetër. Përfshirja në një projekt ndërkombëtar apo në një proces studimor semestral në Erasmus, sikurse edhe ju e jeni ndjeni, kërkon nivel të caktuar të kapaciteteve, qoftë mësimore dhe qoftë gjuhë tuaja, gjuhë angleze konkretisht. Dhe njohja e gjuhës angleze duhet të jetë në nivele të tilla pranueshme në aspekti akademik, nuk është thjesht një komunikim konversacion normal. Pra, ekzistojnë sfida. Ne kemi studentë të mirë, të cilët janë përfshirë në programet Erasmus, në universitetet e detarisë në Rumani, për shembull, vit për vit, shkojnë studentë të caktuar të cilët kryejnë një semestër atje e pastaj kthehen kryejnë semestrin tjetër. Pra ekzistojnë studentë që kanë kapacitet. Në projekte ndërkombëtare patjetër, por projekte ndërkombëtare nuk përfshin thjesht një proces mësim-nxënje, por përfshin një proces kompleks zhvillimi i projektit ndërkombëtar me baza shkencore, të bazuara në një eksperiencë praktik shumë vjeçare. Kështu që studentët patjetër që përfshihen, po përfshihen në nivele bazike, sepse edhe vetë puna e tillë nuk i jep kapacitet, madje sikurse edhe ju jeni ndjeni, në projekte zakonisht edhe pedagogët duhet të kenë grada dhe titull akademik shkencor në një eksperiencë, sepse janë fonde masive në BE-ja dhe që kërkojnë një kapacitet të caktuar shkencor për të implementuar. Doja të përfshija në këtë pyetësor profesor edhe orët praktike. Rëndësia e orëve praktike dhe si menaxhohet kjo brenda stafit tuaj. Orët praktike veçanërisht në departamentin e shkencave detare zënë një rol shumë të rëndësishëm. Të paktën dhe në krahasim me disa vlet të tjera, sikurse edhe infermieria është shumë e rëndësishme praktika apo dhe inxhinieri, sepse janë këto dy të paktën shkencat detare dhe inxhinieri janë praktike, por infermieria mos gaboj është e rëndësishme sepse ka të bëjë me operimin për sistemin shëndetësor dhe infrastrukturën spitalore. Por për shkencat detare është shumë e rëndësishme për faktin sepse mungesa e praktikave do të sjellë një nivel mësim-nxënje pjesor. Pra do të mungojë një element i rëndësishëm. Dhe ne kemi vënë rëndësinë e dur. Kjo nuk kupton që ne si profesorat, si departament, profesorët caktuar kanë marrë përsipër praktika, qoftë në nivelin bachelor, qoftë në nivelin e masterit, që përfshin orë konkrete në teren, në infrastrukturë të caktuar, siç mund të themi portuare, në anje, apo edhe në elemente të tjerë, komponente të tjerë që kanë të bëjnë me fushën tonë. Dhe sigurisht, këto praktika nuk janë vetëm të rëndësishme për studentët, por luajnë një rol themelor edhe për dy elementë të rëndësishëm, azhurnimin dhe updateimin dhe mbajtjen kapaciteteve profesionale të profesorëve,
sepse teknologjia evoluon, anijet ndërtohen me aparatura pajisje dhe me sisteme të reja digjitale që ndonjëherë edhe pedagogët, pra mund të jenë pra pas këtyre zhvillimeve, sepse teknologjia ecën, ndërkohë që ne përpiqemi të ecim paralel me teknologjinë. Por jo vetëm kaq. Elementi tjetër i rëndësishëm është që njohja me stakeholders, pra me kompania anijesh, me anije, me institucione portuale, krijon ato kontaktet e duhura, të cilat normalisht janë tepër të mira, jo vetëm për mbarvajtjen e procesit praktik mësimor, por edhe për njëjën e studentëve me punëdhënësit e ardhshëm, apo dhe me aktivizimin e tyre për praktikat e caktuara. Kështu që është shumë e rëndësishme që këto praktikat janë duke kryer dhe janë duke u zhvilluar. Sigurisht në fund, sikurse ne mund të jemi ndjeni, këto praktika kanë edhe procesin e vlerësimit në fundmenor. Kështu që ekziston dhe kjo element ligjor të cili është i rëndësishëm për të konkluduar ato çfarë kemi arritur në praktika. Desha të shtoja diçka faktikisht. Shumë e rëndësishme jo vetëm për praktikat, por edhe për degën tonë, që të kemi një mirëkuptim më të madh me anë të institucioneve në Tiranë, arsimore, përse e them të gjë. Duke marrë konsiderat faktin që dega navigacionit është prioritare, pra është shpallur degë prioritare në strategjinë e arsimit të lartë, do të ishte mirë që të kryen mundësi qoftë dhe në maturën shtetërore, në klasifikimin apo në kategorizimin e studentëve, qoftë edhe me incentiva financiare, qoftë edhe me bursa, qoftë edhe me afrimin e palëve të treta ndërmjet ministrisë, departamentit e industrisë, që këta studentë ndjen optimist në të ardhmen e tyre në mënyrë që të bëjnë pjesë e departamentit. Sepse në momentin që nuk kanë njohje të industrisë, nuk ofrojnë incentiva financiare, në lidhje me bursa apo tradicionalisht ne kemi kërkuar, të paktën nuk kam qenë një prej pedagogëve të departamentit që kanë kërkuar që ministria të ketë mundësi që të orientojë një numër studentësh në procesin e maturës shtetërore kur plotësojnë formularet për disa vetë prioritare, duke u dhënë lehtësira, mundësi më shumë dhe kapacitete që ta të inkurajohen për të ardhur drejt fushës. Kjo nuk është për interesin e departamentit, kjo është për interesin e njerëzve, por me të gjitha është dhe për interesin e zhvillimit të industrisë detare. Industria detare në botë, ndoshta edhe në Njëni, të paktën në Shtetet e Amerikës, është me përqindje tepër të madhe në buxhetin e shtetit, pra influencon në rëndshëm në GDP-n. Kemi shtete për shembull aziatike si Kina apo dhe Malajzia që kanë 70% të buxhetit të tyre dhe GDP-s vijnë nga industria e detit. Pra kjo është two-way system, pra një sistem vajtëardhje, pra investoni për ta studentë, zhvillimin e industrisë dhe industria do t'ia kthejë këtij vendi dhe njerëzit që banojnë këtë vend dyfish me investimet e dhura. Pra, ne do përpiqemi sërish që të krijojmë këtë, le të themi, eficiencë në ministrinë. Pse them ministrinë, ajo është përgjegjëse kryesore dhe ajo ka çështje kryesore mbarvajtjen e punëve në lidhje dhe me studentët, me formularin, Edhe unë marrë shkac nga kjo profesor, duke qenë se jemi në një periudhë promovimi të merituar, për universiteti. Përfshirë të gjitha degët, patjetër. Por edhe në periudhën ku maturantët plotësojnë formularin A21 për orientimin e degës së tyre. Atëherë, edhe pse ju dhat një panoram plotësisht plotësuar për Departamentin e Shkencave Detare, cili është mesazhi juaj për maturantët të cilët do duan të jenë pjesë jo vetëm e universitetit, por e Departamentit të Shkencave Detare, dikur navigacion, se në këtë lloj termi jemi mësuar. Patjetër. Po fillimisht do të drejtohesha prindërve të studentëve. Sepse e ardhmja e fëmijëve të tyre patjetër është një element shumë kryesor dhe unë e vlerësoj sepse janë vetë prindë dhe kryejnë një gjë. Përparësia në ditët e sotme është në fushat teknike, teknologjike, informatike, digjitale. Pra, nuk them se profesionet e tjera janë lënë pas dora apo se duhet të lihen pas dora. Patjetër kanë rëndësinë e tyre dhe shumë të mëdha madje. Por zhvillimet teknologjike, zhvillimet globale diktojnë strategjinë që influenca e prindërve ndaj fëmijëve drejt një të ardhme drejt këtyre fushave duhet të jetë më e madhe. Në fushën e detarit më specifikisht,
unë do t'i inkurajoja prindrit dhe studentët që të regjistrojnë dhe të jenë pjesë e programit studimi. Përse? Sepse jo vetëm është një deg shumë e bukur, dhe është një profesion e bukur, dhe këtë kur e them e plot gojë, sepse unë jam një prej njerëzve të cilët me një të paktën kam udhëtuar në gjithë botën. Kam parë vende të ndryshme të botës, paralel me punësimin tim, pra është një gjë që është një profesion i cili nuk të mërzit. Është një profesion i cili të nxit, është interesant, është i bukur. Më falni nëse mund të referoj në një shprehje amerikane, e cila thotë join the Navy, enjoy the world, pra bashkoju flotës, do të shihni gjithë botën. Por nuk është vetëm kjo. Pagat, përveç profesionit tepër atraktiv, të bukur dhe të eficient, pagat në fushën e detarisë janë super të këndshme. Kjo nuk kupton që nuk ka krahasim me pagat e një studenti që diplomohet dhe del dhe punon anije me pagat normale të një sektori tjetër apo të industrie. Janë 2 fish më të lata dhe shpesh edhe 3 fish. Ne kemi kontakte me studentët tanë, aktualisht ka studentë që punojnë anije në detin Baltik. Do të jetë shteteve si Norvegjia, Suedia, Gjermania, Anglia, të cilët pa frikë mund ta shprehem nëse më lejoni, marrin paga për 4.000-5.000 euro në muaj në rolin e kapitenit apo të oficerit të parë. Pra janë rroga shumë të mira atraktive. Qoftë sikur të punosh në afate të shkurtra disa vjeçare, por janë rroga të cilat me këtë ritëm pra studentët do të kenë një nivel të mirë, të kënaqshëm ekonomik, përveç profesionit atraktiv, të bukur që tanë interesante me radhë. Dhe patjetër edhe elemente të tjerë në këtë fushë influencojnë për sa i përket profesionit. Pra është një degë e cila do të ketë jo vetëm vëmendjen e duhur të profesorëve, studentët do të jenë në qendër të vëmendjes, por praktikat e tyre të ndryshme që do të zhvillojnë me radhë, apo edhe procesi mbarvajtjes, por edhe vetë procesi programi studimit janë të tilla që janë mjaft atraktiv, është teknik, është hands-on, ose më saktë është praktik që mund të mësojnë më shumë. Pra të gjithë këto, po t'i faktorizojmë të 3 elemente sapo thamë, nxjerrim konkluzionin që mendoj që është një degë që duhet të shihet me prioritet për të ardhmen e studentëve, sepse më falni ta përsërisë një, e ardhmja i takon të paktën epokën e digitalizimit, i takon teknologjisë, informacionit apo dhe teknologjive të tjera të industrisë, inxhinierike, navigacionale, informatike, kompjuterike dhe tjera. Profesor, faleminderit që ishit sot në këtë intervistë. Falenderoj dhe ishte kënaqësi për mua të isha pranë jush. Faleminderit.